Mirëmbrëma trajner. Mirëmbrëma. Përfaqësuesja e Kosovës U16 së shënoi fitoren e dytë në poshtë Monakon. Si e komentoni këtë? Ndeshja e djeshme kundër Gibraltarit ishte ajo loja historike, them, lojë zyrtare e cila filloi me një fitore për përfaqësuesin e Kosovës, madje me një rezultat të thellë 27-84, po ashtu me ritëm të njëjtë me fitore vazhduan edhe sot djalmoshat tonë, të cilët edhe sot treguan një lojë të mirë. Po ashtu ka një fitore me mbi 40 pikë diferencë, saktësisht 96-56, dhe kjo tregon se për atë përfaqësues, domethënë për atë divizion, përfaqësuesja e Kosovës për mendimin tim, besoj qysh tani që është përfaqësuesja më e denjë dhe më e mira, dhe realisht them, unë besoj që nuk është për atë divizion. Duhet të jetë një divizion më lart. E pritni se do të shënonte fitore të tilla? Patjetër, për shkak se ato shtete historikisht nuk kanë pasur asnjëherë kvalitet në basketboll. Dhe shumë jam i bindur që edhe në të ardhmen nuk do të kanë fare potencial në basketboll, sepse dihet që duke i parë përbërjet e tyre, shihet se ata në përbërjet e tyre kanë lojtarë 12, 13, 14 vjeçar. Është pa dje, është pa sot, sepse jam duke përcjell me vëmendje, por kjo në asnjë moment nuk zbe fitoren e djelmoshave tonë. Këta kanë bërë punën më të mirë të mundshëm, fal trajnerave Dajl dhe drejtorës së fajës, po ashtu edhe trajnerët tjerë që kanë punuar këtu si Edon Godeni dhe Petri Ziqiri, dhe padyshim se shkuarja që patën në Amerikë, besoj se ju ka dhënë edhe në përvojë të mirë, sepse kanë zhvilluar ndeshje me lojtarë të kualitetit shumë më të mirë se që kanë tani për momentin. Ku do të jetë Kosova, meqense tha që nuk e meriton të jetë këtë divizion? Të paktën për këtë përfaqësues unë mendoj se gjasat reale janë që këta të jenë pjesë e divizionit B, sepse unë jam plotësisht i bindur në bazë të asaj çka ka mund të shoh. Unë shoh që Kosova nuk do të ketë fare problem, madje jam shumë i bindur që Kosova mund të kthehet edhe pas një disfat. Nesër do të luajnë ndaj Walesit. Me siguri ato fitore. Walesi është një skuadër pak më e mirë se këto dyja, madje mund të them se janë për 50% më të mirë. Ka shënuar dy fitore ata. Po, ashtu nesër ajo është skuadra e cila do të shënoj fitore, do të marrë edhe primatin e grupit, do të jenë lider të grupit, po unë prapë them se jam shumë i bindur se nesër Kosova prapë do të shënoj fitore, sepse djelmoshat tonë me vërtet po shfaqin lojra të mira. Është mirë që përfaqësuesja U16 ka emëruar një përzgjedhës amerikan, i ndihmon kjo? Shqoni, nuk mendoj që është e keqe, por mund të them se ndoshta sa e ka të mirën e ka edhe atë anën e vet negative, për shkak se në një formë trajnerat vendor janë lënë anash, duke e ditur kostin e atij trajnerit, shpenzimet që janë të bëjë me këtë përfaqësuese në përgjithësi, unë mendoj që kishte mujt me ato shpenzime të mbulohet një rreth edhe më i gjerë i trajnerave, sepse dihet shumë mirë se çysh pas luftës për asnjë rast, për asnjë çast të vetëm Federata e Basketbollit të Kosovës, duke mos përjashtuar asnjë udhëhes apo asnjë bord të Federatës Basketbollit të Kosovës nuk kanë investuar në trajnerët vendor, dhe si them, shikuar, hajde të marrim referet, të paktën kanë pas disa investime nga Federata e Basketbollit, janë angazhuar në për seminare dhe do të thonë klinika të ndryshme, ndërsa trajnerët nuk e kanë pas atë fat. Me gjithë disa përjashtime ku kemi pas trajnerë që kanë shkuar në mënyrë individuale të njekin në një klinik apo të vjojnë në një shkollë të trajnerëve. Për ndryshe sa i përket prej anës Federatës Basketbollit nuk ka pas investime në trajner, andaj ndoshta edhe këtu ka qenë arsyeja për një mosbesim nga Federata e Basketbollit të Kosovës për trajnerët vendor. Megjithatë trajnerët vendor janë përfaqësues të tjera. Momentalisht kemi vetëm në U20 dhe në ekipën e parë ka qenën Arben Krasniqi, domethënë ai vazhdon ta ketë sepse ka pasur kontratën për një afat më të gjatë se ne trajnerët që kemi qenë në përfaqësuese të tjera, si janë trajneri Ibrahim Karabegu e tjerë, domethënë ne kemi pas mandat më të shkurt, ndërsa Arben Krasniqi ka pas një mandat më të gjatë dhe për atë arsye ndoshta është ende trajner i përfaqësuesë sa, për ndryshe mbetet të shihet se kush do të vazhdojë, kush do të jetë më tutje. Ndoshta do të jeni edhe ju ndonjë përfaqësuese. Nuk e di, shpresoj. Me qenë se keni qenë më herët. Unë kam qenë selektori përfaqësuesës U18 dhe pikërisht kjo përfaqësuese e cila do të filloj garat në divizionin B me U20, unë kam përcjell atë përfaqësuese dhe kam qenë për 2 vite selektori asaj përfaqësuese. Kemi marrë pjesë në turne të ndryshëm ndërkombëtar, kemi 3 turne të ndërkombëtar të fituar, madje mund të them pas një disfat, edhe pse ka pasur spekulime se s'ka qenë në konkurrencë aq e denjë, por çka është më e rëndësishme, ne kur kemi marrë pjesë në ato gara, për neve ka qenë një thyrje barierës pas një izolimit shumë vjeçar, dhe ata djemë për herë të parë kanë tregu se ne si Kosovë kemi potencial, kemi basketbollistat mirë, kemi trajner të mirë, dhe çka është kryesore kemi tregu se si një pjesë
ish Jugosllavisë, domethënë edhe ne dim luajmë basketbol. Do të mbesim tek U20, edhe ata do të marrin pjesë kampionatin evropian që do të bëhet në Hungari. Për dallim nga U16, duket se kanë një konkurrencë më të fortë, është Gjeorgjia, Portugalia, Malizi dhe Luksemburgu. Realisht për atë përfaqësuese unë nuk jam shumë optimist se do të kenë rezultate pozitive për shkak se janë me një konkurrencë dhe me një grup shumë të vështirë, edhe përkundër asaj që kanë me luajtën me Gjeorgjinë. Unë ndoshta aty e shoh një anë që mund një anë pozitive që ndoshta mund ta mposhtin Luksemburgun, po për këto ekipe tjera jam shumë pesimist se do të mund të korrim fitore, për shkak se Gjeorgjia më pas mos flasim për Malin e Zi, të paktën Mali i Zi është njëra prej pretendentëve kryesore që cila dëshiron të kalojë me çdo kusht në divizionin A. Madje patëm 3 ndeshje miqësore, 3 humbje, ndaj Shqipërisë dhe 2 ndaj Bullgarisë. Është kjo pasqyrë reale? Shqipërinë unë kam pasën fat që derisa kemi qenë të angazhuar në Ligën Ballkanike, sa që kemi udhëtuar jashtë, unë kam përcjellur skuadrat gjenerata të reja si Rilskit, Levskit, dhe aty kam pa dhe jam bindur që ata me të vërtet kanë potencial, disponojnë mirë me gjenerata të reja, dhe çka është kryesore, ata jo rastisht gjenden në divizionin B, andaj nuk është shumë tragjike që është humbur nga Bullgaria, po pak më dëshpëron fakti se kanë humbur në lojën e dytë me një rezultat 40 diferencë, ndërsa sa i përket lojës me Shqipërinë, unë pak ndoshta do t'i kurseja në këtë rast lojtarët e përfaqësuesës për shkak se ata kanë udhëtuar vetëm disa orë para ndeshjes dhe besoj që pas një udhëtimi relativisht 4 orësh nuk ka qenë fare lehtë të luash, duke ditur se ata kanë shkuar dhe kanë zhvilluar një ndeshje pa fare pushim. Do dalim tek një temë tjetër, Liga Ballkanike. Dje Sheikh Shtrix vizitoi Bashkimin, madje u dha dritën Gjelbër për pjesëmarrjen në Ligën Ballkanike. Do të kemi 3 skuadra. Është kjo e mirë për basketbollin sot? Padyshim se është e mirë, ndoshta do të ishte edhe më e mirë sikur këtë rast Sigal Prishtina të merrte pjesë edhe në një garë tjetër përveç Ligës Ballkanike në arenën ndërkombëtare. Atëherë do të ishte shumë më interesant basketbolli, do të ishte prap atraktiv për shikuesit tanë. Padyshim se futja e Bashkimit në Ligën Ballkanike do të jap një ngjyrë shumë pozitive Ligës Ballkanike për shkak se dihet që tifozët e tyre arpaggjik janë, muj me thonë, ndër tifozët më të flakt që ka sot Kosova, janë shembull, muj me thonë, për të mirë, së bashku me tifozët plisa, dhe kështu që padyshim se ata do të tregojnë me të vërtetë se edhe ata dinë të luajnë basketboll. Jeni ndjemës trajneri Sigal Prishtinës, do të marrë pjesë atëherë Sigal Prishtina në Eurocup, me qenë se federata ka paraqitur? Saktësisht nuk e di mend edhe ne si klub se ku do të marrim pjesë, të paktën sipas informatave që unë posedoj, pritet po ashtu dihet se edhe federata është me të njëjtën lajm se për një tash për tash nuk dihet ende saktësisht se çfarë ligë do të marrë pjesë Prishtina. Do të jetë ligë e re. Ashtu flitet që do të jetë një ligë e re, cilës ende nuk e dihet ende se si do të quhet, por mbetet të shihet në ditët e vazhdim. Atëherë çfarë po ndodh me Sigal Prishtinën, asnjë përforcim zyrtar, një serb nuk u lejuan nga plisa, çfarë po ndodh sa i përket transfereve, pse nuk keni drejtor sportiv? Shiqoni, unë nuk kam drejt flas në emër Sigal Prishtinës për shkak se unë jam aty ndihmës trajner dhe besoj që kompetent për këtë është drejtori i klubit dhe klubi në përgjithësi. Unë më thonë që duke pasur besimin e plot në kryesinë e klubit, në kryetarin e klubit, drejtorin e klubit dhe të gjithë anëtarët tjerë të bordit, unë e di që Prishtina do të bënë më të mirën të mundshme dhe do të bënë më të mirën ato që edhe plisat kanë me qenë krenar prapë, sikur të kalumen me klubin e tyre Sigal Prishtina. Plisat nuk po e lejojnë transferimin e Shaptahovicit, madje as të Drilan Hajrizit. Shiqoni, plisat mund të jenë ndoshta për momentin të frustruar, po unë mendoj që ne të gjithë jemi të gabushëm, nuk ka njëri të pagabushëm. Unë mendoj që në një anë plisat besoj që janë të vetëdijshëm, edhe jam shumë i bindur që plisat për të mirën e klubit do të jenë gjendje të bëjnë gjithçka, duke ditur se edhe ky klub është i interesuar për të bërë më të mirën të mundshme për klubin e Sigal Prishtinës. Do të ketë Dardan Berisha sukses në Cibun? Unë jam shumë i bindur që do të ketë sukses për shkak se Dardan Berisha edhe më herët ka qenën aktiv në arenën ndërkombëtare, ka treguar se më të vërtet posedon kvalitete madje edhe më të larta se për Ligën Ballkanike. Unë jam shumë i bindur që Dardani në të ardhmen shumë të afër do të tregojë se jo rastisht ka qenë më i miri në Ligën Ballkanike, edhe padyshim se dëshira ime më e madhe është që Dardan Berishën ta shohim një ditë pse jo të luajë edhe në Euroligë. Zotëri Sulejmani, faleminderit që ishit sonte me ne. Faleminderit për ftesën.